tash të kalojnë tek bashkëdhetarët tanë. Çfarë këshille do t'ju jepni shqiptarëve që po mendojnë të aplikojnë për azil pikërisht në këtë periudhë ku dhe rregullat po lëvizin? Unë do të këshilloja që spari, ata duhet mendohen mirë kur të aplikojnë për një çështje azili. Dhe vetëm në qofse ata kanë prova të pakundërshtueshme, të cilat provojnë persekutimin e tyre, frikën e tyre për të kthyer në vend, vetëm atëherë mund të aplikojnë për azil. A mendoni ju se ky rregull do të reduktoj kërkesat e pabazuara, apo që thoni ju të pambështetura në fakte apo të pambështetura në të vërtetën? Sipas statistikave që kemi lexuar në zyrat e migracionit, janë në linjë gati 130 çështje të cilat tashmë janë identifikuar ose seleksionuar dhe që pritet të përcillen në gjykatën e migracionit për shqyrtim. Por ndërkohë, do të vazhdojnë edhe shqyrtimi i çështjeve të tjera. Sigurisht, për shembull, në praktikën time, pra kemi aplikuar për çështje azili para 3 muajsh dhe tashmë kemi një intervistë. Pra jemi kthyer te situata para Covidit ose situata e vitit 2018-2019 në qeverinë Trump 1, kur kishte 90 ditë nga momenti që aplikoje për azil, do dilje brenda 90 ditëve në intervistë para oficerit të azilit. Tashmë, me çështjet e reja, pra ka filluar të riaplikohet e njëjti standard. Pra nëse dikush ka aplikuar për një çështje azili, për azil para 3 muajsh, tashmë ai ka intervistën këtë muaj. Pra kemi një përshpejtim të këtyre çështjeve. Dhe unë besoj që do ketë një përshpejtim, por gjithsesi mbetet në pikpyetje sasia mbi cilësinë versus kundër cilësisë së shqyrtimit dhe kohës që merr në shqyrtim për një çështje të caktuar. Kështu që shumë njerëz të cilët vinë nga zona të ndryshme të planetit, jo vetëm nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia apo vendet e Evropës lindore, por edhe vendet të tjera si Kina apo vendet të tjera India për arsye religjioze, pra mund të vihen në një procedurë edhe një rrezik nga një shqyrtim i shpejt i çështjes. Thjesht mund të vijë një rrezik dhe nuk po them se mund të mos ketë një merit, por mund të rrezikohet për një arsye ose për një tjetër dhe mund vendoset kthimi i tyre në një zonë ku ndoshta vdekja apo persekutimi është i sigurt. Duke qëndruar në këtë kontekst, pyetja e fundit për këtë lloj çështje ka të bëjë duke lidhur dhe me përvojën tuaj në New York, në New Jersey, në Connecticut, cili është mesazhi për ata që kanë një çështje azili po që është në pritje për të gjithë shqiptarët? Ata që kanë çështje azili dhe që kanë në pritje, duhet të rishikojnë dosjen, të diskutojnë me avokatët e tyre dhe të mbledhin prova. Të gjejnë prova, pra nëse kanë bërë thjesht një çështje azili dhe kanë menduar që duhet i paraqesin provat më vonë ose në ditën e intervistës, pra ata duhet jenë proaktiv në lidhje me çështjen e tyre. Pra nëse kanë lënë deklarata pa marrë, duhet i marrin ato në mbështetje të tyre. Nëse kanë gazeta apo dokumenta të cilat janë arrestuar dhe janë persekutuar, pra duhet i marrin ato dokumenta dhe t'i kenë në dispozicion. Pasi edhe ndryshimet e reja ju japin atyre mundësinë që të paktën nëse oficeri i migracionit do ta shqyrtojë një çështje, le të themi, duhet të paktën të jetë 1 javë ose 10 ditë përpara. Por edhe ata që i kanë çështjet në pritje, por që nuk kanë një datë ose nuk kanë një shqyrtim të tyre, duhet të jenë proaktiv duke u kërkuar avokatëve të tyre që të paraqesin këto dokumenta shtesë, pa qenë nevoja që ato të kenë një datë interviste dhe pa qenë nevoja pasi avokatët e tyre dhe ata vetë mund t'i paraqesin qoftë nëpërmjet emailit në zyrat lokale të azilit ku kanë aplikuar, apo edhe me post apo me email. Me qëllim që qendrat e azilit e shqyrtimit azilit t'i përfshin këto dokumenta shtesë në dosjet e tyre. Pra, e thënë ndryshe, në qoftë nesër pas nesër, në një moment saktuar, një oficer azili do të marrë dosjen e dikujt në dorë dhe do të shohë
se janë shtuar dokumenta, pra në qoftë se nuk janë shtuar këto dokumenta, ai mund të kalojë një vendim që kjo çështje t'i referohet gjyqit, t'i referohet gjykatës. Ndërsa duke qenë proaktiv, duke i shtuar këto dokumenta, kjo do të ndryshojë dhe vendimarrjen e atij oficeri për të mos ta kaluar çështjen në gjykat, por ndoshta për t'i caktuar një intervistë. Prandaj është e rëndësishme për këto njerëz, për këto azil kërkues që janë në pritje, të jenë proaktiv dhe të kërkojnë dokumenta mbështetëse në mbështetje të çështjeve të tyre dhe të diskutojnë dhe të dorëzojnë ato sa më parë që të jetë e mundur nëpërmjet avokatëve të tyre në zyrat e emigracionit. Zoti Hasan, ju faleminderit për këtë përgjigje mjaft të plot për këtë çështje që sqaron mjaft situata të gjithë azil kërkuesve me shqiptar që janë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia dhe zonat e tjera në Ballkan. Do kalojmë tashti tek një grup çështjesh tjera apo ndryshime të tjera të ligjeve të migracionit. Do të flasim edhe nga pikpamja politike, po më tepër nga pikpamja juridike për çështjen e marrjes së shtetësisë me anë të lindjes në Shtetet e Bashkuara. Ja është i quajturi turizmi i lindjeve që FBI i ka vënë në gjurmë, po përpiqet të bllokojë disa lëvizje të tilla personave që vinin nga shtete si Kina apo vende të tjera dhe nga Evropa, nëna të cilët donin vetëm të lindnin në Shtetet e Bashkuara në mënyrë që fëmia e tyre të bëhej shtetas amerikan, me vendimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara, ajo kërkesa e zotit Trump për të anulluar marrjen e shtetësisë në gjykatën e lartë u posta si jo kushtetuese. Si duhet vepruar në këto raste? A ka nga Shqipëria mund të ketë një apo se dy raste, nuk di të ketë një fenomen? Duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një vend ndër vendet më demokratike në botë dhe një vend i zhvilluar pa diskutim, që është e lakmueshme nga miliarda njerëz, le të themi kështu. Dhe fenomeni i turizmit të lindjeve ka qenë prezent gjatë gjithë kohës dhe prandaj dhe administrata Trump përpoq që ta realizonte këtë çështje nëpërmjet një rregullimi i cili përfundoi në gjykatën supreme. Dhe gjykata supreme i dha një vendim i cili në fakt dhe në thelb e goditi iniciativën e presidentit Trump, pra konfirmoi edhe një herë të drejtën kushtetuese të lindurve në Amerikë në momentin e lindjes, pavarësisht statusit të prindërve që ka personi. Gjithsesi, presidenti dhe qeveria kanë ndërmarrë mekanizma të cilat praktikisht do përpiqen të frenojnë këtë proces duke dhënë në ndjekje struktura si FBI apo struktura të tjera të hetimit, kryesisht në lidhje me përdorimin e mashtrimit në marrjen e vizave dhe goditjen e këtij fenomeni si vepër penale, e cila normalisht, domethënë, jo vetëm që do të pezullonte dhe anullonte këto viza, por gjithashtu edhe do revokonte këto viza, por gjithashtu domethënë do të kërkojë dënimin e këtyre personave për mashtrim apo për falsifikim. Pra, në kuptimin legjislativ, qeveria nuk ka shumë në dorë tashmë, meqense se gjykata supreme nuk ja dha këtë mundësi për të diferencuar. Por, qeveria ka në dorë për të ndjekur rrjete të ndryshme kriminale, të cilët ofrojnë shërbime të tilla nëpërmjet vizave apo qarqeve të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, klinikave të ndryshme të lindjes apo facilitete të tilla. Lufta do të jetë shumë e vështirë, gjithkusht, çdo amerikan dhe çdo qytetar i ndershëm dhe i vërtet
sigurisht që nuk e mbështet të fenomen, sepse është me të vërtet një fenomen kriminal, në kuptimin e mirë të fjalës, por tashmë qeveria thjesht mund të përdori këto mekanizme që thash. A mund ti refuzohet viza një grue që është shtatzën? Pa ditur nëse do vjen thjesht për vizitë turistike apo kanë edhe qëllim për të lindur këtu? Po, sigurisht ajo ka të bëjë edhe me çështjet e sigurisë së shëndetit të gruas, por gjithashtu domethënë edhe me qëllimin. Pra e thënë ndryshe, nëse dikush do të shkojë në një konsulat dhe do të kërkojë një vizë turistike, cili është qëllimi i kësaj vize turistike? Pra është qëllimi për të qenë për si turist, apo është qëllimi për të lindur? Dhe normalisht do të ketë një filtrim, një verifikim më të plot të kësaj. Nuk themi domethënë që nëse shtatzania nuk është e dukshme, por nga konsulata mund të pyetet nëse është shtatzën, edhe pyetje të tilla, dhe nëse do të lindin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe këtu nuk ka asgjë gjë të keqe. Dhe nëse personi do të gënjejë, atëherë do thotë që ka mashtruar në marrjen e vizës. Dhe do të revokohet viza. Pra i revokohet viza pa e lënë për të ardhur në Shtetet e Bashkuara. Po, prandaj dhe domethënë kanë diskrecionin e plot konsullata për ta bërë këtë gjë. Pra janë Amerika në front line, le themi kështu. Prandaj edhe konsulatat dhe ambasadat tona në vende të ndryshme të botës, ambasadat tona amerikane janë entitete sovrane që i përkasin Shteteve të Bashkuara, dhe pra le themi kufiri është aty, përveç kufirit fizik kur vinë në kufi këtu. Dhe të njëjtën gjë mund të bëjnë, pra nëse do t'i shmangen, le të themi kështu, do t'i shpëtojnë konsulatës atje, oficerët e kontrollit të kufirit do të bëjnë një vëmendje, do të kenë një vëmendje më të plotë dhe do t'i kontrollojnë më tepër. Pra ata kanë një vetim të dytë. Pra ka një rritje të ndjeshmërisë dhe të gatishmërisë për të verifikuar raste të tilla. Se sa konsulatat, oficerët e konsulatave apo oficerët e migracionit do të arrijnë të ndalojnë ose të zvoglojnë numrin e këtyre që vinë me këtë qëllim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo do mbetet gjithmonë për të parë nga mundësia reale që kanë ata për verifikimin dhe vetingun e gjithë secili që vjen. Por ndërkohë, domethënë edhe vetë agjencitë ligjzbatuese dhe hetuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jenë proaktive për të zbuluar rrjete të tilla të cilat praktikisht i bëjnë të organizuar nga Kina apo nga vende të cilat ka një kriminalitet të lartë në kuptimin e këtij procesi. A mund, në këtë aspekt, a mund të ndikojë lindja e një fëmie në Shtetet e Bashkuara në aplikimet e ardhshme të prindërve për viza apo për emigracion? Pa diskutim, nëse kjo është bërë në kundërshtim me ligjin, pra është bërë si produkt i mashtrimit, atëherë nesër pas nesër kur ky fëmijë do të aplikojë për prindrit, do të duhet që nesër pas nesër ata të provojnë që nuk kanë mashtruar. Sipas synimit që sot kemi, pra që sot qeveria ka nëpërmjet implementimit dhe zbatimit të këtij ligji. Pra, në qoftë se dikush do t'i shmanget, në qoftë se do lindi në mirëbesim, pra do duhet të provojë që ka lindur në mirëbesim. Ka qenë një situatë emergjence shëndetësore, të cilat mund të ketë plot. Sepse ne kemi një shprehje në Tiranë, më duket që gruaja shtatzën dhe moti nganjëherë është i paparashikueshëm. Por për këto raste vetë kuptohet që ligjvënësi nuk mund të procedojë me një procedim të tillë. Pra, do të ndryshojë barra e provës që ka patur një lindje krejt në mirëbesim, por nuk ka qenë e stisur me qëllim për të realizuar atë që në vend që të jetë turizëm dhe të respektoj qëllimin e vizës të bëj të lindë fëmijë.